Investimet shqiptare jashtë vendit pësuan një frenim në 3 mujorin e parë të këtij viti. Sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë, vlera e investimeve të kompanive shqiptare jashtë vendit zbriti në 67 milion euro, 7% më pak krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Pavarësisht rënies krahasuar me shifrën e vitit të kaluar që kishte shënuar njëkohësisht një rekord historik për investimet shqiptare jashtë vendit për këtë periudhë të vitit, 3 mujori i parë i këtij viti shënoi gjithsesi vlerën e dytë më të lartë të regjistruar ndonjëherë. Në pjesën më të madhe investimet shqiptare janë kanalizuar në kontribute direkte në kapitalin e shoqërive të kontrolluara jashtë vendit. Këto injektime kapitali përbënin afërsisht 75% të fluksit të ri të investimeve shqiptare jashtë vendit. Pjesa tjetër konsiston kryesisht në fitime të riinvestuara të kompanive të zotëruara jashtë vendit. Në vitet e fundit investimet e huaja direkte në Shqipëri po shënojnë vlera rekord, por nga ana tjetër një tendencë të ngjashme në rritje po shfaqin edhe investimet shqiptare jashtë vendit. Sidoqoftë, bilanci neto investimeve të huaja direkte për 3 mujorin e 2025-s ishte negativ për një vlerë të përgjithshme prej 295 milion eurosh, në rritje me 4% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Bilanci negativ në llogarinë e investimeve të huaja nënkupton se investimet e huaja direkte hyrëse në Shqipëri ngelen shumë më të larta krahasuar me investimet shqiptare jashtë vendit. Megjithatë, në vitet e fundit disa prej grupeve më të mëdha të biznesit në Shqipëri po kryejnë investime të konsiderueshme në tregje të huaja. Nëse deri para pak vitesh investimet shkonin kryesisht në tregjet fqinje, tashmë ka grupe shqiptare që po investojnë shuma të konsiderueshme edhe në tregjet e Europës Perëndimore dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.